njërën apo tjetërën parti, me gjitha të më vonë do të kalëm tek ajo Koci, si ke parë rezultatin që u shpallë mbrëm? Për të qeni sinqertë, unë kam pritur reprizë të Nëntë Shkurtit, nuk kam pritur fitore kaq bindëse të vetëvendosjes, kam qeni bindur që do të jetë reprizë në Nëntë Shkurtit, por këti rezultati mendoj se i kanë kontribu dy faktorë. Një, shtërpsia jashtëzakonshme e opozitës, e cila nuk diti të identifikoj interesat e veta. Ta zëm po e marë vetëm këtë çfarë ndodhi para një muaj e gjysme. Ata kishin mundësin që të votonin qeverinë e pakicës së zotit Konjufca dhe të zhagitnin zgjedhjet deri në mars. Kjo ishte më favorshme për ta, sepse nuk do të ishte kaq e fuqishme vota e diasporës. Nuk ditën ta lexojnë as këtë interes të tyre. Ishte në interesin e tyre. Nëse do ta bënin këtë, do delin më mirë në besoj që po, sepse ndikimi i votës së diasporës nuk do të ishte ky që ka ndodhur dje. Nuk do të ishin ata 400.000, 500.000, apo nuk e di sa kanë ardhur, ato vota do të ishin në numra më të vegjël. Do të thotë, nëse ke një opozitë e cila nuk është në gjendje ta identifikojë edhe këtë interes kaq elementar, të vetin, ishte interesi tyre, jo i vetëvendosjes. Atëherë nuk e, prandaj ky fakt dhe e dyta, opozita nuk ka ditur në këtë periudhë një vjeçare të kundërvihet retorikës zotit Kurti. Zoti Kurti ka elemente bukur shpesh të populizmit, por në këtë retorik ajo është bukur shumë i shkath. Është shumë i shkath, dhe opozita nuk e diti në asnjë rrafsh ta luftoi. Praktikisht vetëvendosja fitoi pa betejë, kisha për të thënë. Nuk kishte betejë. Në asnjë rrafsh opozita nuk e diti ta luftoi. Ta zëm po e marr sidomos politikën e jashtme. Unë e amnistoj zotin Kurti për çështjet e brendshme, ne jemi shtet i vogël. Me 4 miliard buxhet nuk mund bëhen shumë gjëra, por në rrafshin e politikës jashtme kanë mund të bëhen gjëra më të mira se sa që në bërë gjatë qeverisë së zotit Kurti. Opozita nuk ka ditë as këtë çështje ta identifikojë. Ta zëmë e kanë sulmu, pse ka pranu marrëveshjen franko-gjermane. Marrëveshjen franko-gjermane nuk ka pasur alternativë. Është dashur të pranohet sepse Kosova merrte përgjegjësi, merrte fajin e dështimit të marrëveshjes. Zotin Kurti, opozita, sa i përket marrëveshjes franko-gjermane, është dashur ta luftojë një rrafsh tjetër. Pse nuk e ka çu përpara? Pse nuk e ka avancu marrëveshjen në kuptimin e përfitimit të asaj që ka qenë e mundur? As këtë nuk e kanë bërë, do thotë e kanë sulmuar në mënyrë frontale, ke dështu që e ke pranu asociacionin dhe marrëveshjen franko-gjermane, por kjo nuk ka qenë çështja duar, se kanë qenë ata vetë pikërisht që e kanë pranuar një gjë të tillë në vitin 2013 dhe 2015 dhe opinioni e din këtë. Nuk janë në amnezi që mos ta kujtojnë. Prandaj mendoj që kanë qenë këta dy faktorë, shtërpësia jashtëzakonshme e opozitës, një, dhe dyta vota e diasporës, e cila kësaj radhe ka qenë dukshëm më lartë se në zgjedhjet e mëparshme. Po sigurisht. Dhe konsideroni se po të mos kishte qenë diaspora, pra mos kishin qelluar këto ditë, rezultati do të ishte ndryshe, do të ishte dalja më e vogël, si per realisht edhe daljen e qytetarëve, sepse është menduar shpesh që ndoshta qytetarët edhe janë lodhur me disa palë zgjedhje brenda vitit dhe dalja mund të jetë edhe më ulët. Nëse opozita do ta kishte votuar qeverinë Konjufca, qeverinë e Pakicë për 2-3 muaj, dhe nëse zgjedhjet do të mbaheshin në mars, nuk do të ishte ky rezultat. Ndoshta do të ishte, me bindjen time, do të ishte repriza e Nëntë Shkurtit. Kjo është vlerësimi im. Ky rezultat nuk do të ishte, sepse në Kosovë kanë zbarku, do të thotë afër 1,5 milioni mërgjimtar, dhe një pjesë e konsiderueshme e tyre ka dalë në vendvotime, në mars nuk do të ishin këtu. Procedura e votimit në përfaqësitë diplomatike dhe konsulare dhe me post është më e komplikuar. Dikush e ka larg përfaqësinë diplomatike, dikush priton të merret me votim me post. Kështu që unë tani nuk i di shifrat edhe ndikimin, cili ka qenë ndikimi i votës diasporës, po kam përshtypje që ndoshta ka qenë vendimtare, që kjo shifër ka shkuar nga 42%, 23% në shkurt, në Nëntë Shkurt, në 49 ose 5, besoj që do të shkojë në 50% pas numërimit të votave
në diasporë. Mendoj se kjo ka qenë vendimtare dhe është e habitshme, po përsëris edhe një herë. Është vërtet e habitshme që një opozitë nuk din ta lexojë një interes elementar të saj. E kishin në durë veta ta votonin Severin Konjuksa, të shtynin në zgjedhjet në mars dhe minimum të mos ishte kjo votë kaq bindse në favor të vetëvendosjes. Nuk ditën as këtë, tani e kanë këtë rezultat dhe me këtë rezultat nuk kanë pse të merren me vetëvendosjen, tani duhet merren me vetveten. Unë besoj që në periudhën e ardhshme, nëse nuk duan zhdukje nga skena politike e Kosovës, ata duhet merren me vetveten, sidomos dyjat, edhe Lindja Demokratike e Kosovës, po edhe Partia Demokratike e Kosovës, se bashk kanë 34% të votave. Do të thotë as 2/3 e vetvendosjes. Nëse dëshirojnë të mbijetojnë, nëse dëshirojnë të mbeten në skenën politike të Kosovës, duhen ndryshimet rrënjësore, reforma të thella dhe ndryshime të mëdha kadrovike shpejt, shumë shpejt. Nëse zhagisin këtë proces, rrezikojnë të largohen nga skena politike, sidomos LDK-ja. Po, Doraj. Dy fjalë, fillimisht u gëzova shumë që në fillim